Trumpit, pra e këtyre marrëdhënieve egalitare që flasin këta për ditë, që është një Shqipëri që nuk e di sa përkthehet në ekzistencën jetësore, sociale dhe ekonomike të shqiptarëve. Dhe është një Shqipëri që do ta quaj me pak ose me gëllomani, në ma leo ta bëj këtë punë, do ta quaj Shqipëria ime. Pra, Shqipëria e këtyre dhe Shqipëria ime. Tani zotëri, unë jetoj në një pallat, te liçeni tha, dakor? Dhe del një psikopat i fort dhe vendos trap për të hyrjen e gjithë dynjas. Edhe e pyes, "O zotëri, pse vendos e traun?" Dhe thot, "Kjo është hyrja për rezidencën time." Që kur më thot rezidencën time, kuptoj se me çfarë ignoranti kam për të bërë. Edhe i them, "Zotëri, ti nuk ke rezidencë, ti je pronar i një apartamenti te ky pallati. Pallati nuk është rezidencë." Por jo, ç'a ndodh? Përveç se, pra, janë vërtrar një fort privatisht, dy janë vërtet tretar vetëm për ty te pallati, e kupton ç'a çmenduri është. Secili nga këta ka vërtrar. Vërë edhe ti Rezi. Do ta vë dhe unë i tra. Po prit tash, me bukur e kësaj. Në qoftë se unë do bëj me ndër te një në pallat, do vi policia bashkiake, IMT-ja, policia tjera. Dakor? Pra kushdo që flas, kushdo që na ndjek tani e di shumë mirë këtë, që një budallik të vogël të bësh ti të vjen me një herë policia, për gosht, dakor? Ky zotria vuri ta traun mes të ditës, e betonoi. Okej. Po nuk mjaftoi kaq, nga që hyri në qef, ndau rrugën publike me hekur, o zotri. Ç'a bëri mo? Ndau rrugën publike se thoshte, "Kjo rruga publike është e rezidencës time." Pra që i thosha, "Zotri, ti nuk ke rezidencë, o idiot. Ti e pronar i një apartamenti në një pallat. Pallati nuk është rezidenca jote, o ignorant." Dhe e ndau rrugën publike me hekur. Tani unë si qytetar i përgjegjshëm, që zbatoj ligjin, njoftova atë ajo hapësira publike. Po. Lesht. Njoftoj kryetarin e Bashkisë Tiranës. Njoftoj inspektorët, njoftoj policinë, njoftoj dreqin, shejtanin gjithë me radhë, me foto me të gjitha. Asgjë, zero. As kryetari e komanduar e Bashkisë? Po, ajo një është pra tani. Po, as ajo nuk reagoi. Ore zero po të them reagim. Ka mbetur IMT-ja e tjera. Tani unë si qytetar i përgjegjshëm i këtij shteti, do t'i zbatoj deri në fund. Dhe po ta them publikisht, më ka mbetur tani do t'i thuj shkruaj Ramës vet për këtë. Se i ka qef ai këto. Dakor? Tani pse morat një shembull të tillë? Sepse kjo është republika që këta duhet të flasin. Që u ka humbur kontrolli i republikës. Dhe ty të ka humbur kontrolli i republikës në të gjitha format. Pra, është mbushur kjo republikë plot me psikopetër, që siç mungesa e meritokracisë së këtij shteti po na nxjerr ne nga tregu dhe po na detyron të lëmë Shqipërinë, shtimi në masë i psikopatisë masive po na detyron ne që të ndryshojmë zakonet tona jetësore. Tani një pyetje kam unë. Cila është Shqipëria për këta që na ndjekin e publikisht? Shqipëria që bëhet diskutimi për ishullin e Sazanit që do bëhet si Abu Dhabi apo Dubai, apo Shqipëria e neve që jetojmë për ditë këtu? Dhe konkluzioni është që ty zotri, me gjithë karrierën që ke në pushtet, sa vjetë ke, e të dhënë Perëndia dhe 100 vjetë të tjera inshallah, me këto pozitë që ke, të ka humbur kontrolli i republikës, të ka humbur kontrolli në teren, të ka humbur kontrolli në institucione, të ka humbur kontrolli, kur them kontrolli, jo kontrolli në sensin fizik të gjës. Të gjithë armata shtetërore sot, në psikozën e vetë, nuk kanë interes të mbarojnë punë. Pse? Nuk kanë interes të bëjnë punën, po sepse është e tillë fryma në shtetin shqiptar sot. Kap çatë kapësh, të mbarojnë punë se nuk i dihet se si do vej, pra është një nivel pasigurisë në nivele alarmante dhe që e bën të gjithë ngrehinën shtetërore të pa kontrolloj territorin fizik, realitetin fizik. Po mund marrë dhe të tjera, të tipit. Kjo është më abstrakte se kjo skandalja. Për shembull, do rregullohet ose do parafrohet ose si ta them ndryshe, do parafrohet kurrikula e shkollës fillore me ato të Bashkimit Evropian. Okej. Ore, një pyetje kam unë. Çfarë do të thotë kjo? Gjëra konkrete, terma konkret. Po, çfarë do të thotë pra? Deri tani ne çfarë kemi pasur? Marsiane? Gjithë të miliona euro reforma që keni hedhur ju për të bërë habetaret e reja që i bës me transgresiv, nuk ishin drejt asaj? Prioriteti nuk ishte për të bërë atë? Çka keni bërë deri tani? Pra këta prindër nuk duhet të shqetësohen që fëmijët e tyre po dalin debil nga bankat e shkollave, nga kurrikulat deficiente, pra do bëjmë akoma kurrikula deficiente?
pjesën për të marrë për shembull AKU-n prap, si institucion më vetet. Një të gjë, një shkëputje totale, se nuk din çfarë do ndodhi. Por ty ato duhet drejtimi i ri AKU-s apo duhet logjika e AKU-s? Jo, erdhi Raisha e re, zotja Gjykatmenti, po. Po, nuk kam gjë Personale me të Blerina po. bravo qoftë, për s'është halli aty. Po se kam me Blerin, se kam pas kolegë për vite të tëra. Por e kam fjalën si logjik. Dhe po të marrë këtë tjetrën, merr shembull të freskët fare, të merr të vëshan. Televizioni publik shqiptar. Por zotri, i pyeti unë që se shef ti, i kujt është më faj? Që këtë vësha ka 30 vjet që për bordell. Në kuptimin profesional dhe literal të fjalës bordell. Merë çfarë të marrë tjetër? Ministri i Jashtme, si ta Ministri i Jashtme është Mobet Koti, tha ka mbaruar ka ashtu kështu. Ore kujt është faj, mor zotri? Se ti drejtues, ministra, zëvendës ministra, apo ku dëgjon je emëron me vetë me logjik ose se je pjeshk ose se ke dhënë furçës me dorë. Por institucionet kanë nevojë për njerëz që kanë një farë meritokracie, mor zot. Një farë logjike. Po gjithë këto kapituj që të negociojnë këta do t'i bëjnë siç kanë bërë ligjet që janë me tani. Dhe na herë unë nga që përballam shumë me ligje të ndryshme, mendoj, ore cili ka qenë ai debil që ka shkruajtur të ligj? Të marr një shembull që Shkurtimisht se duhet kaloj që këtë javë 2 minuta. ka takimi industrinë fasone. Po. Ore, u tha fasonëve, u tha gjithë dynjas investojnë në panele diellore. Pjesa më e madhe e fabrikave kanë investuar në panele shumë eficiente. Është praktike kjo, më për të prekshme se këto nuk di çfarë them tjetër. Panele diellore dhe çfarë ndodh? Ai debili që ka për ligjin thotë kështu, që nëse ti ke mbi prodhim, i hedh në sistem, po unë t'i kthej më. Në gjithë botën, zotri, kur ti vetë shkruan atë, e llogarit si e net. Pra ke kontribuar më shumë, apo ke marrë më shumë, dhe ti të pagosh diferencën. Ndërsa Shqipëria është që kur ti kontribon më shumë, zhduket ajo më shumë. Ore ti një sekond, kush i bën këto ligje, kush i bën këto rregulla? Kjo s'ka nevojë të jesh as ekspert energjie, as jurist si ky zotëri që kishte studie të tjera. Ka nevojë për një common sense, që sot po ta shtrish në të gjithë Republikën, ka humbur. Në të gjitha dimensionet ka humbur.